Ky është vendi ku punon të personi i cili dyshohet se kishte ngacmuar seksualisht një vajzë në shkollën Mazlum Këpuska në Gjakov. Zymer Berisha, shef i arsimit në Gjakov, thotë se personi që është i akuzuar nuk është punëtor i shkollës, por kemi mësuar nga menaxhmenti se ai ka pasur sjellje jo të hishme. Zotëria nuk është punonjës i punësuar në sistemin arsimor të komunës së Gjakovës, faktikisht nuk është punëtor i yni, mirë po ka një kontrat me komunën që shfrytëzon objektin si bife në shkollë. Bazuar në të gjitha procedurat të rregullta ligjore, ai e ka në shfrytëzimat lokal. Mirë po, sa i përket çështjes që ju aludoni që i njëjti ka pasur disa sjellje jo të hishme ose jo etike në brenda shkollës, ne jemi vënë në ndjeni nga menaxhmenti i shkollës që për një shqetësim të tillë. Berisha gjithashtu tha se për rastin e ngacmimit të nxënësës jemi vënë në ndjeni nga organet e drejtësisë dhe nuk mund të përcaktojmë se çfarë do të ndodhë tutje. Organet hetuese, relevante, kompetente, domethënë janë vënë në lëvizje dhe çfarë thënë tjetër. Pas që ne jemi vënë ndjeni, janë organet tjera që përcaktojnë është vërtet kjo gjë që ka ndodhur apo jo. Ne e kemi të pamundur që të kemi një përgjigje që çka ka ndodhur aty. Ndërsa nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakov thonë se të dyshuarit i është ngarkuar vepra penale ngacmim seksual. Ndërkaq sipas Drejtorisë Rajonale të Policisë në Gjakov, personi i cili dyshohet për ngacmim seksual në shkollën Mazlum Këpuska është arrestuar mbrëm. Kujtojmë se dje një prind kishte raportuar policinë se një person i kishte ngacmuar vajzën e tij të mitur në shkollë.